Unë e kom pranu për shembull në atë kohë teorinë e evolucionit, edhe kom thonë s'bjen ndesh me Kur'anin, edhe ka qenë edhe prova e fundamentalizmit, ekstremizmit islamik gjithanej, edhe unë fola kundër të mshelet të bëhet tërë gjithka, tash ka. Mu tha, je devijues, se besoja që feja për shembull nuk bjen ndesh me shkencën, edhe s'duhet me ra në konflikt, ti ke deviju, okej. Edhe më përjashtun pi pune. Pas sa kohë, Pas 3 vjetë shërbimi, u konë shumë e rëndë. Cila ka qenë fiks arsyeja që është shkruar, është thonë, pse devijus? Devijus mund me thonë se cili për çka do, po pse? Që kjo konë që unë e kom pranu për shembull në atë kohë teorinë e evolucionit, edhe kom thonë s'bjen ndesh me Kur'anin. Kom besuar që paraj sa duke u nisë prej kësaj bote nuk është vetëm ekskluzive për musliman, po është për këtë njerëzit që bojnë vepra të mira dhe që e dojnë Zotin. Edhe kom pas thonë që këto magjit, yshtet, namatisesit, ata që frynë, ka orë koha që si me thonë, me avancu që të sene, sot shkenca ka avancu shumë, kemi shkencën e psikiatrisë, shkencën e psikologjisë, psikoterapinë. Edhe hajde të shpjegojmë që të sene në mënyrë pak më shkencore, pak më moderne. Nuk kam ditë në është ta mi shpjegu mirë në atë kohë, se kam qenë edhe i papërvoj, thash. Edhe ka qenë edhe prova e fundamentalizmit, ekstremizmit islamik gjithanej, edhe unë fola kundër, nështë ta s'kom ditë edhe mu gjetë, s'ka pas kush edhe me më këshillu, edhe rash në konflikt, ndodhi e që ndodhi dhe u largova pi pune. Po, u konë vallaj e vështirë, sepse njeri kur kryjnë për shembull 15 jetë, 20 jetë shkollë për me shërbim vendin e vetë. Çfarë këshillash jetë? Edhe të mbyllet për shembull dera, bjen një gjendje ku të mshelet të bëhet tërë gjithka, tash ka. E moj mend si sa sa mora, si me thonë vendimin përfundimtar që je i përjashtuar pi pune dhe nuk i drejt më këthi ma. Moj mend pa takajt, ju luta Zotit. A mua di që thellë në shpirtin tem ka orë një za që ka thonë, okej, ata ta mbyllin një derë, mo tash tu hap dera Zotit, edhe fillova me kuptu Zotin, edhe ma me thellësi, edhe ma me shpirt, që edhe nëse të mbyllet një derë, Zotit i hap dyrë tjera, dhe bashkë që kjo ka një klik për mua dhe një vetësim i ri. Edhe bashkë edhe në qëtë kohë të fështirë e kom pas edhe një problem në familje. Si shkrej që mund dhe me pas? Kjo probleme edhe këto problemet e tjera më kanë qu pastaj te psikoterapia, që sot djem në avancim edhe në specializim e sipër, që po më pëlqen shumë si drejtim i ri, kom gjetë po më duket vetën mas 20 vjetë,